Përshëndetje të nderuar miqtë mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me një video pak amatore, por doja në fakt ta trajtoj si çështje sepse kohën e fundit njerëzit kanë përzgjedhur që të mbajnë kafshë në shtëpi, të mbajnë kafshë të ndryshme, sikur kafshët japin një lloj qetësie shpirtërore për ta, japin një lloj sigurie për ta, por të mbajturit kafshë në shtëpi dhe sidomos qenë të egër siç është pitbulli, kjo është një tragjedi më vetëm. Pse u them kështu? Sepse një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në një familje shqiptare në Europë, ku pitbulli ka kafshuar për vdekje djalin 2 vjeçar të shtëpisë. Është tronditur shoqëria e një zonës në Gjermani, ku djali 2 vjeçar shqiptar në fshatin Agios, pasi u sulmua barbarisht nga qeni pitbulli i familjes, ka ndruar jetë. Familjarët shprehen të tronditur, shprehen të befasuar nga kjo gjë që ka ndodhur. Familjarët thonë kështu: vajza ime e vogël më thiri dhe unë vrapova shpejt. Kjo është e gjitha që mbaj mend, thotë. Djali im i vogël iku, ka thënë babai i djalit në Alfa, me zërin të cilën i dridhej. Sipas informacioneve nga ERT, çifti, i cili kishte edhe 2 fëmijë të tjerë, ishte nisur për të blerë furnizime për shtëpinë. Do me thënë bëhet fjalë për një çift shqiptar, të cilët kanë jetuar në Europë dhe kanë patur 2 fëmijë dhe kanë patur qenin në shtëpi, një qen pitbull. Tani, zotëria dhe zonja nuk kanë qenë në shtëpi, dhe kanë qenë duke bërë ushqime. Kanë ikur të marrin furnizime për shtëpi. Dhe brenda në shtëpi ka qenë vetëm vajza dhe djali, të cilët normalisht kanë ndenjur bashkë, dhe normal edhe qeni, sepse në mendjen tonë, në kulturën tonë është ndërtuar një ide që qeni nuk të kafshon asnjëherë, që qeni është shumë besnik, që qeni të mbron, etj. Por çfarë ka ndodhur në këtë shtëpi? Patjetër që djali mund ta ketë provokuar, sepse është 2 vjeç, ndoshta ka qenë duke lozur me qenin. Tani unë nuk dua që ta akuzoj këtë familjen se si lë fëmijët dhe sidomos djalin 2 vjeç vetëm, por jam i bindur që një fëmijë 2 vjeçar e ka provokuar këtë qenin dhe normal qeni më nuk ka. Do me thënë nuk është njeri, është agresuar edhe është hakmerur me një herë ndaj fëmijës 2 vjeçar. Do me thënë, ky çift i cili kishte 2 fëmijë, ishin nisur për të blerë furnizime për në shtëpi, siç e thash. Dhe kur u kthyen pak mbas mesditës, djali i vogël shpëtoi vëmendjes dhe shkoi drejt pemës ku ishte lidhur qeni, i cili e sulmoi duke i shkaktuar lëndime të rënda. Qeni ishte ndacak, e kishin lëshuar dhe e morëm sepse njerëzit në fshat bërtisnin se do t'i hante kafshët, thotë. E mora që të kishte një vend për të qëndruar dhe hëngri fëmijën tim. Fëmija më pa, më buzëqeshi dhe mbylli syt, shtoi babai i fëmijës. Prindërit e fëmijës çuan atë në spitalin e përgjithshëm, ku mjekët luftuan për ta sjellur në jetë. Por për fat të keq nuk ja dolën. Autoritetet kompetente janë mobilizuar për të hetuar rrethanat e sulmit, ndërsa prindërit po mbahen në paraburgim. E para një herë, do me thënë si qëndron historia, që ta shpjegojmë në detaje. Ky çifti, përpos që ka qenë një çift admirues ndaj kafshëve, ndaj qenve, do me thënë kanë qenë shpirtërisht të lidhur me kafshët. Unë them gjithmonë që kafsha ka nevojë për mirëmbajtjen e njeriut etj, por imagjinoni pitbullin nga rruga ta marrësh në shtëpi, do me thënë kjo është shmenduri fare. Në fshatin ku këto kanë jetuar, në atë provincën, si me thënë, ka patur një qen që ka qenë një pitbull që nuk ka patur lidhshmëri me këtë familjen, me sa unë e kuptoj nga kjo që në fakt është shkruar. Por këto që të bëjnë bamirësi, kjo familje që të bën një vepër të mirë, që të bën një vepër të bukur, do me thënë mos ta lën këtë qenin jashtë, por t'i bëj një vend që mos t'i haj fëmijët të tjerë, e kanë marrur dhe e kanë lidhur për pemën e shtëpisë.
Normal, djali i vogël 2 vjeç, siç e thash, e ka provokuar, ka lozur, është fëmijë dhe qeni është liruar nga pema ku ka qenë i lidhur dhe është nisur drejt djalit me atë agresionin që ka patur dhe e ka sulmuar djalin. Më thënë e ka sulmuar djalin. E ka sulmuar aq keq sa që mjekët janë munduar pafund që t'i ndihmojnë, por djalin nuk ja ka dalur dot. Dhe me patjetër që autoritetet i kanë marrur të dy prindërit, i kanë drejtuar drejt policisë dhe i mbajnë në paraburgim derisa do të hetohet çështja mirë, domethënë të zbardhen rrethanat e ngjarjes edhe detajet. Por pa marrë parasysh, unë njëherë shpreh ngushëllime të sinqerta ndaj kësaj familje, sepse kanë humbur dritën e syve të tyre, kanë humbur një fëmijë 2 vjeç, por pa marrë parasysh gjithë kësaj situate, domethënë le të mos mbushemi me mend ne në momentin kur të ndodhen gjëja e madhe. Domethënë një qen i cili ka qenë me patjetër i pavaksinuar, ka qenë në rrugëve të fshatit. Ne mund të bëjmë vepra të bukura, ne mund të jemi njerëz me zemër human e me zemër fisnike, por domethënë ne dëmtojmë fëmijët tanë dhe në këtë rast kjo familje pa e menduar 2 herë morin qafë të birin e tyre, morin qafë djalin e tyre. Tani, unë apeloj drejt të gjithë prindërve, drejt të gjithë të rinjve, të cilët kohën e fundit janë lidhur shumë, domethënë kanë hyrë aq shumë kafshët në jetën e njerëzve saqë edhe martesat nuk bëhen, sepse preferon që të rinë me një qen në shtëpi, domethënë këto të rinj që unë i kam dëgjuar nëpër lokale, se tani nuk flas në këndin e gazetarit, por flas në këndin e një qytetari në fund ditës. Ajo që unë dua të them është që kafshët kanë vendin e tyre. Më përpara kafshët nuk janë mbajtur në shtëpi, domethënë janë kultura që kanë ardhur shumë vonë. Unë mendoj që fëmijët duhet të edukohen me dashurinë ndaj njerëzit, me dashurinë ndaj qenies njerëzore. Dhe prindërit duhet të kenë kujdes, sidomos domethënë pitbulli nuk mbahet në shtëpi, sepse pitbulli është një ndër racat më të rrezikshme të qenve, një ndër domethënë qentë që mund të dëmton jetën në çdo moment, domethënë nuk ka siguri te pitbulli dhe urroj që histori të këtilla domethënë të vetëdijsojnë njerëzit. E bëra këtë video dhe solla këtë histori tek ju, vetëm e vetëm që ndoshta të marrim mësime që edhe ne të dimë si të sillemi dhe të mbrojmë fëmijët tanë sa më shumë nga fenomene të këtilla, sepse ajo që në fakt dëgjojmë në përbot është shokuese. Mua më besoni më tronditi, u befasova nga ajo se çfarë unë dëgjova, domethënë nga çfarë unë lexova dhe më dukej në fillim e pabesueshme, pa imagjinueshme, por kur hyra në detaje, që i ndava detajet me ju, arrita të kuptoj që bëhet fjalë domethënë për një histori që vërtet është një budallallik. Unë shpresoj që prindërit e këtij djali të jenë vetëdijsuar tani edhe pse është shumë vonë, por ju lutem shumë kujdes me kafshët që mbani në shtëpi, sepse kot nuk thon kafsha bes nuk ka.